Gjithësia është si një vepër arti e shkëlqyer. Në të ka bukuri dhe harmoni që nuk mund të kalojnë pa u vënë re. Për sytë që shohin dhe për zemrat që meditojnë, çdo gjë në këtë gjithësi e shpall me zë të lartë, pa lënë vend për dyshim ekzistencën e krijuesit fuqiplot dhe të gjithditur. Pikërisht për këtë arsye, Allahu i madhëruar na tërheq vërejtje në Kuranin fisnik. E fillahi shekkun fatiri semawati wal ard. A ka dyshim në Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Çdo mendje e shëndosh kur sodit arkitekturën syverbuese të gjithësisë dhe funksionimin e saj të përkryer, është në gjendje ta lexojë atë fletë pas flete, sikur të ishte një libër i hapur. Në secilën faqe të tij do të gjej argumente që dëshmojnë jo vetëm se ekziston një krijues, por edhe se ai është i gjithfuqishëm, i urtë, i gjithdijshëm dhe i mëshirshëm me krijesat e tij. Allahu i madhëruar thotë: "Se nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim." Do t'ua mundësojmë që t'i shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre. Në çdo gjë që Allahu i madhëruar ka krijuar, gjendet argument që dëshmon për ekzistencën dhe madhështinë e tij. Sa bukur e ka shprehur këtë të vërtet poeti. I thuaj foshnjës që sa po lind fillon e qan pa pushim, kush të bëri të qash, kush ta mësoi këtë aktrim. Kur ta shohësh gjarprin helmin ta hedh me furi, pyete, kush të krijoi me helm në brendësi? Dhe pyete, o gjarpër, si ja bën për të jetuar me helmin vdekjeprurës që në gojë e ke strehuar? Pyeti barqet e bletëve, mjalti nga ju si pikoi, dhe mjaltit thuaj kush të ëmbëlsoi? Qumështin e pastër steril që në brendin, me gjak e ushqim të bagtis që strehuar, pyete, kush të bëri të kulluar? Rrezen e diellit që nga skajet drejt tokës udhton, pyete, në rrugën për tek njerëzit kush të orienton? Hënën kur ta shohësh të vezulloj, pyete, kush bëri që drita jote të ndriçoj? O njeri, përmbahu, ku po shkon? Nga Zoti yt i lartë madhruar, çfarë po të largon? Le të mendojmë për një çast. Rregulli dhe harmonia në një vend, a nuk tregojnë se dikush e ka vendosur atë rregull dhe atë harmoni? Arti në një vepër, a nuk dëshmon për artistin e asaj vepre? Po bujaria dhe mikpritja në një vend, a nuk të bëjnë të kuptosh se pas tyre qëndron një bujar dhe mikpritës? Këtë të vërtet e kuptoi edhe një nomad i shkretëtirës, të cilën kur e pyetën, a beson në Zot, tha, e si të mos e besoj atë që më krijoi. Dhe kur i thanë, si e njohe Zotin, tha, kur shohim gjurmë, kuptojmë që dikush ka shkuar. Kur shohim një vijë uji, kuptojmë se diku më lart ka buruar. Po detet plot ujë e dallg dhe toka me male e pyje, a nuk dëshmojnë se ka një krijues të ditur që i krijoi ato dhe qiellin me yje? Nëse njeriu do ta vështrojë këtë gjithësi me syrin e mendjes dhe të zemrës, të pandikuar nga indiferentizmi dhe ndikimet e jashtme, ai do të arrijë të shohë të vërtetat që ajo mbart. Atëherë do ta kuptojë se çdo krijesë, çdo ligj i natyrës, çdo harmoni dhe çdo mrekulli e kësaj bote është një argument që dëshmon për ekzistencën e një krijuesi me dituri, fuqi, urtësi dhe bujari të pafund.